Nata e fundit e konkurimit të Rin Show u kurorëzua me performancën plot stil dhe retrospektiv të gjimnazit Raqi Qirinxhi nën tematikën e rritjes dhe zhvillimit të njeriut. Nxënësit udhëtuan përmes dekadave, nga vitet 50 deri në vitet 2000 në ditët tona, duke sjellë në skenë një udhëtim të vërtet në kohë. Skena mori për masa inovative dhe plot humor gjatë betejës së epokave, mes rivalitetit të dy figurave historike Raqi Qirinxhi dhe Themistokli Gërmenji kundër ministres Ai Diella, apo dhe rivalitetit historik mes dy gjimnazeve ikon. Atmosfera arriti kulmin me homazhe ndaj Eurovisionit, ndërsa monologët prekës për figurën e burrit dhe babait i dhanë shfaqjes balancën mes argëtimit dhe reflektimit. Ishim përgatitur shumë mirë, domethënë kishim një muaj provat i bani me përdit, me qejf. Për mendimin tim ishte një emocion i paharrueshëm, unë jam penduar që s'ka marrë pjesë 2 vitet e kaluara. Ky është ere parë dhe ere fundi që do marr pjesë në këtë shfaqje. Edhe jam kënaqur jashtëmase, eksperjenca më e bukur që do kem në Korçë. Emocionet janë të padiskutueshme, ky është viti i tretë dhe i fundit që unë marr pjesë, dhe patjetër që emocionet do i ndjeja në maksimum, por shfaqja shkoi çuditërisht shumë mirë, për te i pritshmërive, dhe mendoj se ja dolëm. Edhe skeçet shkuan shumë mirë, gjithçka mendoj se shfaqja ishte ndërlidhur shumë mirë dhe shpresoj më të mirën tani. Me këto ritme, gjimnazi Raqi Qirinxhi mbylli zyrtarisht si parin e nejtëve konkurruese të këtij edicioni. Ishte një maraton talenti, emocionesh dhe rivaliteti sportiv që gjallëroi skenën dhe publikun korçar.